teksa ulesh dhe bëhesh gati të konsumosh syfyrin e fundit. Mendon me vete. Sa shpejt iku i bekuari. Sa shpejt ikën momentet e paqta. Sa shpejt ikën momentet e gëzueshme mes vëllezërve dhe motrave. Sa shpejt, po na ikën jeta. Vall, a do ta mbërri përsëri Ramazanin? Vall, a do mund të agjeroj përsëri? Teksa i mendon të gjitha këto gjëra përsëri thua: përse nuk isha më i devotshëm? Përse nuk lexova më shumë Kur'an? Përse nuk bëra më shumë vepra të mira? Ky është syfyri i fundit për këtë vit. Me dëshpërim dhe mërzitje, po përcjellim një mik të zemrës, një mik të shpirtit. Po përcjellim Ramazanin. Por le të shërbej ky Ramazan si kthes për jetën tona. Le të shërbej ky Ramazan si motiv për të shtuar devotshmërinë, veprat e mira dhe leximin e Kuranit famëlart. O Zoti, më shto diturinë, më shto devotshmërinë. O rrotullues i zemrave, forcoje zemrën time në fen tënde. O Zoti, më fal dhe më mëshiro, se ti je falës dhe mëshirues. O krijues i qiellit dhe i tokës, mëshiroj prindrit e mi, ashtu siç më rritën dhe edukuan kur isha i vogël. O fuqi plot, na jep xhenetet e përjetshme dhe na ruaj nga zjarri i xhehenemit. O sunduesi absolut, o i gjalli që nuk vdes kurrë, na begato familjen, na ruaj nga çdo rrezik dhe mëshiroj të gjithë besimtarët. Ruaj nga çdo e keqe. Syfyri i fundit për këtë vit. Lusim Zotin t'ju ketë pranuar agjerimin, veprat e mira dhe të gjitha ibadetet.